Nxënësi shpreu mësueses bullizimin, drejtoresha e shkollës habit me rastin e pazakont. Babai u shokua kur fëmia i kërkoi 2.000 euro ndërsa po diskutonte për bullizmin në mesin e adoleshentëve. Rudina Maksuti, drejtoresh e shkollës 9-vjeçare Kongresi Manastirit, tregoi një episod të një fëmie i cili ishte bullizuar dhe këtë shqetësim ja ka shprehur mësuesit të tij dhe jo prindërve. Shumica e fëmijëve aty luajnë dhe nisin nga loja. Fëmia, duke mos i thënë as të ëmës dhe as të atit, vjen i thot mësueses. Kur fëmia ka lajmëruar prindin për t'i treguar situatën, prindi bëri lidhjen dhe ai bëri lidhjen që e ka marrë të atin në telefon dhe i ka thënë më jep 2.000 euro të rregulloj veshët, ka thënë ajo.